duhet me ditë pse martohemi. Për te përmbush se nevojat caktuara e fsharake. Familja nuk është vetëm kaq, është shumë më tepër se kaq. Pyetjeve kaq të rëndësishme, jep përgjigje të kompletuar, të duhur, të arsyeshme, të pranueshme, vetëm adhurimin e Allahut azza wa jall. Pikërisht ashtu sikur që jep përgjigje jetës, jep përgjigje edhe familjes. Prandaj duhet kërkuar përgjigjet për familjen tek adhurimi ndaj Allahut te barekuhu teala. Adhurimi ndaj Allahut xhallahu ora të ndërruar vëllezër ndërtohet mbi dashuri, sikur që kemi përmendur. Prandaj dashuria sinqert, dashuria reale bën që familja të mbijeton, të lidhet e të fuqizohet edhe më tepër. Adhurimi na mëson se kemi obligime ndaj Allahut dhe kemi obligime karshi njëri tjetrit. Sot fatkeqësisht një nga arsyet pse vije deri tek problemi i familjes është ndërhyrja në kompetenca dhe mosnjohja e kompetencave të anëtarëve të familjes. Gruaja nuk i din kompetenca që i ka, ndërhyn në ato të burrit. Burri nuk i din ato që i takojnë nga obligime dhe rolet, ndërhyn të gruaja. Ka një konflikti, sikur të jetë një betejë për dominim, ndërsa adhurimi na mëson se jeta bashkëshortore nuk është betejë për dominim, nuk është luftë për pushtet, por është bashkëpunim dhe është plotësim. Atë që e ka gruaja nuk mund ta ketë burri kurr, dhe atë që mund ta ofron gruaja për jetën nuk mund ta ofron burri kurr, dhe atë që mund ta ofron burri nuk mund ta bën gruaja kurr. I ka nda Allahu rolet, i ka nda Allahu potencialet, mundësitë dhe i ka nda Allahu përgjegjësitë. Respektimi tërë kësaj që Allah e ka ndarë në emër të adhurimit dhe në shtimin e Allahut xhalla xhelalu, padyshim se garanton ndërtim të mirëfillt dhe funksional të familjes të nderuar vëllezër.